po bëhet hapja e pikës më të re në Prishtinë. Të gjithë ata që kanë pasion veturat e shpejtësinë, motocrossin e off-roadin, mund t'i gjejnë pajisjet më të veçanta për ta edhe në kryeqytet. Por si filloi rrugtimi i kësaj kompanie që tani gëzon mjaft suksese? Themelimi i kompanisë ka qenë në 2009, me shumë sfida si të gjithë bizneset tjera, start-upi. Në 2012 jemi bërë distributor ekskluziv për Midland Swiss Quality Oil për tregun e Kosovës, por ashtu edhe për tregun e Shqipërisë. Përveç vajrave dhe produkteve të tjera, StarTech është përfaqësues edhe i shumë brendeve të tjera. Pas vitit 2012, në 2014 kemi marrë përfaqësinë për Otto Zimmermann, është sistemi frenimit në disqe sport, disqe normale dhe frena. Po ashtu njëjtë operojmë si distributor për tregun e Kosovës. Pas 2 viteve prap kemi bashkëpunu me një kompani me filtera, në 2018 një brand prej Skandinavisë me antifriz AdBlue dhe kozmetik kryesisht, është brendi Lesta. Në 2022 jemi bërë distributor edhe për Maxxis Tires. Kemi shku gradualisht, step by step, të rrit pak si biznes. Kemi tash kryesisht fokusin B2B me autoservise, kompani të ndryshme, prodhuese, motorcycle, ATV. Ideja ka qenë bukur e hershme që më ardhë në Prishtinë. Tash jemi vendosur në rrethin e Çaglavicës ose në Letërnik përballë Shparit. Lokacioni ka qenë bukur i përshtatshëm, brendet, kërkesat e klientëve tonë aktualisht po kërkojnë prezencën e një showroom-i ose t'i shohim produktet ose t'ju shërbejmë gjithë klientëve pak t'jemi më afër tyre. StarTech është përkrahës i motosportit dhe autosportit tash një po të gjatë, veçanërisht në garat me motora. Realisht, në gjitha garat e motocross, sidomos përderisa jemi tanës prizrenit e Suarekës, kemi përkrahë si fillim klubin Mototheronda, po edhe shumë klube tjera si klubin e Pejës, klubet e Gjilanit, e Tanan Moravës në përgjithësi. Shpeshherë kemi marrë pjesë edhe në organizimet e Prishtinës që kanë qenë prej motomitingët Kepa e shumë tjerë. Jemi gjithmonë të interesuar që të marrim pjesë në çfarëdo eventi që organizohet, sidomos në motorcycle, përderisa kemi shumë klientelë dhe shumë produkte që i ofrojmë për motorcycle, vajrat, tash edhe gomat, diçka e ngjashme. E dyta e kam vetë si pasion, kështu që ka qenë ideja që sa më shumë me stimulu rinin më aktivizu në për sportet ndryshme. Maxxis është një prej kompanive që njihet për produktet dhe pajisjet e off-road dhe StarTech kam përfaqësinë e saj. Maxxisi është si brand bukur i njoftëm, deri tash në Kosovë nuk ka pas produktet Maxxisit ose janë furnizuar prej shteteve të ndryshme të Ballkanit. Tash e tutje kemi fillu, nuk jemi kryesisht me gamë të kompletume, po shpresoj që shumë shpejt do ta kemi gjithë gamën e off-roadit. Ka interes jashtëzakonisht shumë të madh. Si brand është premium, sidomos për off-road në përgjithësi është numër 1 në botë, muj me thonë shumë shlirë. Ka kërkesa të ndryshme, të lloj-llojshme, është çdo ditë në rritje. Bizneset e ndryshme për shitjen e motorave tash veç kanë fillu, kemi bashkëpunim të ndryshëm mes muj me përmend shumë shlirë këtu Lemoto, Automita pjesërisht ose gjitha serviset që mirën me mirëmbajtjen edhe shitjen e gomave dhe servisimit motorave. Edhe çdo herë më tepër ka kërkesa, është në rritje, ka zgjidhje pak më të mëdha se sa dikur.
Për të gjitha ata nga rrafshi i Kosovës të cilët kanë porositur online te kjo kompani, tani mund t'i gjejnë të gjitha produktet në këtë lokacion. Pikën në Prishtinë mujnë me gjetë shumë lehtë. Jemi në Veternik ose në rrethin e Çaglavicës, në krahun e djathtë i bjen menjëherë në rreth rrotullim. Showroom-i shifet bukur mirë prej rrethit. Besoj që edhe kontaktit, edhe pjesa marketingut, edhe ka me bot vetën, edhe njerëz janë të mirë se ardhën, ka me pas oferta ndryshme. Për gjithë ata që kanë di mungesën ose shpeshherë na kanë shkruar nëpër rrjetet sociale apo nëpër telefon apo çka do qoftë, tash e kanë mundësinë me ardhmë pa produktet tona, me pak fjalë kemi produkte premium edhe që krijojnë besueshmërinë te konsumatori i fundit.